Administrata Trump nuk tërhiqet për USAID-in. E dëshmuar qartë kjo nga deklarata e fundit e shefit të diplomacisë amerikane, Marco Rubio, i cili u shpreh se Dashi ka njoftuar Kongresin Amerikan për synimin e tij që të riorganizojë Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe t'i ndërpres disa funksione që nuk janë në përputhje me prioritetet e qeverisë. Në deklaratën e Rubios nënvizohet se USAID i është larguar misionit dhe si rezultat, përfitimet kanë qenë shumë të vogla dhe shpenzimet kanë qenë shumë të larta. Fal presidentit Trump, kjo epokë e papërgjegjshmërisë fiskale ka përfunduar. Ne jemi duke riorientuar programet tona për ndihmë të huaj dhe për të qenë në linjë me atë që është më e mira për Shtetet e Bashkuara dhe shtetasit tanë, është pohimi i tij. Pak pas nisjes së mandatit të dytë të presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, më 20 janar, Departamenti për Eficiencë Qeveritare që ka në krye miliarderin Elon Musk nisi menjëherë zvogëlimin e USAID-it dhe pjesën që ka mbetur e ka përfshirë në Departamentin e Shtetit. Prej atëherë, administrata amerikane ka përjashtuar nga puna qindra punëtor dhe kontraktor dhe ka shkëputur kontrata për projekte me vlera miliardëshe, prej të cilave varen 10 miliona njerëz në botë. Rubio pohoi më herët gjatë muajit që më shumë se 80% e të gjitha programeve të USAID-it vetëm janë pezulluar. USAID-i njihej si agjencia kryesore e qeverisë amerikane për administrimin e ndihmave të huaja civile dhe ndihmave për zhvillim. Ajo vepronte në më shumë se 100 shtete, duke shpërndarë çdo vit ndihma në vlerë të miliarda dollarëve.